Të premten në orën 16 në stadiumin Selman Stermasi të këtyre qytetit luhet finalja e madhe për titullin kampion në futboll për femra Vllaznia Apolonia. Me Lezar Matin, presidentin e Vllaznisë kampionin në fuqi. Matia, emocione patjetër përpara kësaj finale. Çdo finale ka rëndësinë e vet dhe kur është finalja për të shpallit ekipin kampion normalisht është ngarkesë, është emocion, është përgjegjësi sepse varet fati i sezonit. Ne jemi përgatit për këtë ndeshje, sepse kemi zhvilluar 2 ndeshje të gjysmëfinale të Final Fourit. Mendojmë që objektivat e ekipit janë të qarta dhe janë shënimi është vetëm titulli kampion, sepse është puna bame prej vitesh, është investimi, kështu që mendoj që jena në pozita shumë mira dhe për këtë ndeshje ta kryejmë sukses. Ballafaqohen Vllaznia, kampionin e fuqi që kërkon titullin e 13 radhazi përballë një Apolonie që ka tentuar disa vite radhazi për t'ju ndalur dhe përsëri kërkon një objektiv të tillë. Po, është një rival prej disa vitesh Apolonia, me thënë vërtetën Apolonia mas Vllaznisë mendoj që ka kontribuar në futbollin e femrave në Shqipëri, sepse janë 2 ekipe që kanë rivalizuar të paktën në 10 vitet e fundit. Është një ekip që ka kenë gjithmonë flasë edhe në cilësi, por edhe në renditje gjithmonë mas Vllaznisë, e ka ndjek, e ka konkurruar Vllazninë, edhe këtë vit, për fatin e mirë, edhe të Apolonisë marrin pjesë 2 ekipe në Champions League, dhe gjithsesi Apolonia ka shkruar historinë, është bërë pjesë në Champions League, por për shpall kampion normalisht që do të ishte hënër për çdo ekip, as më tepër për një ekip që ka investuar prej vitesh, por përballë ka ekipin tonë, normalisht ekipi jon gjatë gjithë sezonit ka treguar ritëm, ka pas stabilitet në gjitha ndeshjet, përveç një barazim gjatë gjithë kampionatit, edhe këtë kena pas me ekipin e Apolonisë javën e fundit. Edhe mendoj që është një ndeshje e bukur, një ndeshje e fortë, një ndeshje që vendos titullin. Në këto ndeshje normalisht nuk vendos historia shumë, vendos karakteri, vendos gjendja e momentit, kështu që mendoj është një ndeshje edhe për Apolloninë me drejtë, sepse janë ekipi i vendit dytë, janë finalistë dhe ato pretendojnë siç e pretendojmë edhe ne për të fituar titullin kampion. Patjetër si zakonisht tifozëria shqiptare do të jetë pranë skuadrës për të mbështetur skuadrën. Besoni që do t'i gëzoni për ta sjellë kupën në Shkodër? Tifozat e kanë mbështetur gjithmonë ekipin tonë, jena vazhdi për tifozat e Vllaznisë. Ato edhe në ndeshjen gjysmëfinale ishin një numër i konsiderueshëm në Arban, ndaj ekipit të Gramshit. Mendoj që njëjtën gjë bën edhe në stadiumin në fushën e Shtrusi para një jave. Edhe sipas edhe konfirmimeve, edhe në stadiumin Selman Stermasi ditën e nesme do të jetë një numër i konsiderueshëm njëjtë të ekipit tonë, edhe me drejtë presin. Edhe kanë pritshmërit ashtu siç i kanë edhe na që kupën ta sjellim Shkodër, që do të ishte kupa 13 radhazi për ekipin tonë. Suksese zotë Matia, shpresojmë që titulli i radhës jetë përsëri me ekipin tonë. Na dhe besojmë te ekipi, besojmë te puna, kështu që falenderoj edhe ju, edhe ju bëj thirrje gjithë tifozave kush e ka të mundën, vinë ta shohin këtë finale sepse vendos fatin e sezonit për titullin kampion.